Limani u shpreh se investimet në brezat e rinj do të çojnë përpara arsimin dhe edukimin gjithandej Kosovës. Faleminderit, ka qenë më pak ta që kena mujt me bo. Qatë sa kena mujt me gjetë instrumente kështu available dhe ndryqem për këtë salë dhe për këtë shkollë, e kemi bo. Nuk ka me qenë gjaja fundet që kena me bo për shkollën Prenjakova. Unë e vlerësoj që sa ma shumë krijon kushtet edhe mundësit që talentet e rinj që po na përcjellin tash me ardhë edhe me u arsimu këtë edhe me u eduku, që është më mirë është për Prishtinën, për Venin, për Kosovën. Në përkrajet e këngëtarit Limani, i pari Prishtinës krahas investimeve tjera, vuri në pa ato për artin dhe kulturën. Po, unë veç du me falenderoj shumë Yllit për këtë donacion të mrekullueshëm që ja ka bo shkollës Prenjakova. Edhe tash me 23-24 kemi pas koncertin e mrekullueshëm të Yllit, pra në këtë muaj. E po ashtu me ju tregu që kryeqyteti përveç shtron asfalt, drejt kanalizime e shumë tjera që duhet me kry komuna, po ashtu investon edhe në art e në kultur, edhe jemi shumë krenar që në këtë aspekt kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me Yllin për me ndihmu edhe talentëve të ri në kryeqytet, pra që ardhmja jonë të jetë edhe më ndritshme për brezat e ri. E juroj edhe Yllit për gjitha sukseset që i ka pas deri tani, suksese edhe më të tjeshme për tash e në të ardhmen. Ylli jemi mrekullueshëm, e prezanton Prishtinën, Kosovën e gjithë qytetarin në mënyrën më të mirë të mundën, prandaj edhe jemi krenar me juve. Siç e Dorendi, drejtori i shkollës së muzikës Prenjakova, Driton Saqipi, shprehu falenderimet për mbështetjen e talentëve të rinj nga Yll Limani. Faleminderit shumë, jemi vetëm një shkollë artistike në kryeqytet, edhe e kemi dëshmuar sidomos viteve të fundit, kori, orkestra, baleti, domethënë kanë arritur një nivel artistik shumë të lartë, kështu që një falenderim për kryetarin, falenderit edhe për Yllin, sepse me të vërtet këta artista të rinj meritojnë, po shpresoj që edhe artista të tjerë kanë me shku rrugës njëjtë si Yllit, sepse me të vërtet kemi nevojë për mbështetje. Pas ceremonisë Limani u pyet nëse dhurimi i instrumenteve është rast i parë për të, spikati me modestin prej artisti. Unë nuk i kallëzaj dyqysh, se di pse, nështë kur i bëj shumë privatësi, i bëj shumë fshetësi, së që kërkaj në farë konfirmime se jo me ditë. Një sen që më javjap një endë, kafsht i ndihmoj në mënyrë të jashtëzakonshme, përveç se sanëve tjera për ma mirësi që i bojmë unë, Shëshnia, ekipa dhe krejt. Këto që ajnë ma publike, janë të llojit të tillë për instrumente, për kulturë, për muzikë dhe për rini. Tyra të spikallëzaj. S'ban, s'më kohije.